Në 20 vitorin e ndarjes nga jeta, Ibrahim Rugova u përkujtua si arkitekti i vizionit politik që bashkoi qytetarët e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci. Në vendin ku ai prehet, homazhet u shndruan në një moment reflektimi për trashëgiminë politike dhe morale të njerëzit që u hoqi Kosovën në një nga periudhat më të vështira të historisë së saj. Gjatë përkujtimit u theksua se kauza e Rugovës mbetet ende e gjatë dhe është jetësuar fal sakrificës së popullit të Kosovës, luftës çlirimtare dhe ndërtimit të aleancave strategjike mes partnerët euro-atlantik. Vizioni i tij për orientimin perëndimor të Kosovës u cilësua si një dritë tutërrëfyese dhe sot në përpjekje për një shtet më të fortë dhe të integruar në strukturat euro-atlantike. Politikanët nënvizuan se Ibrahim Rugova nuk derohet vetëm si figurë historike, por edhe si ideal politik që obligohet brezat e sotëm të punojnë për një të ardhme të lirë në institucione të qëndrueshme dhe me dinjitet shtetëror. Ai u vlerësua si një simbol i maturisë, paqes dhe përkushtimit ndaj adheut, një meritë e veçantë ju atribua Rugovës për ndërkombëtarizmin e çështjes shqiptare në një kohë kur Kosova ishte pothuajse e panjohur për botën. Përmes angazhimit të tij diplomatik, ai u arrit të deportojë në qendrat kryesore vendimarrëse ndërkombëtare, duke ekspozuar dhunën dhe terrorin e ushtruar nga Serbia ndaj popullsisë shqiptare. Roli i tij në procese kyçe politike përfshir Rambujenë dhe ndërtimin e institucioneve të pasluftës e rendit Ibrahim Rugovën ndër figurat më të rëndësishme të historisë moderne të Kosovës.